Sëmundja e papritur e presidentit serb Aleksandar Vučić menjëherë pasi u raportua se dështoi të takonte presidentin amerikan Donald Trump gjatë vizitës së tij të shkurtër në SBA është në qendër të vëmendjes tashmë edhe në Rusi. Mediat aty kanë hedhur teori nga më të ndryshmet, madje edhe nga ato konspirative, duke aluduar se Vučić, po ashtu dhe kryeministri i Slovakisë, mund të jenë helmuar. Kjo si hakmarrje pasi konfirmuan pjesëmarrjen në paradën që do të mbahet në Moskë me 9 maj. Analisti politik rus Sergej Markov e quajti me ironi sëmundjen e Vučićit si një sëmundje tepër diplomatike. Ai duhet të merrte pjesë në paradën e fitores më 9 maj në Moskë, për të cilën BE kritikoi ashpër. Tani natyrisht ai nuk do të jetë në Moskë më 9 maj dhe ndoshta të gjithë të mendojnë se sëmundja është shumë diplomatike, vuri në dukje Markov. Në televizionin shtetëror rus, ai nuk kursios ironit kur tha se vendi i tij mund t'i dërgojë ekspert mjekësor Vučićit, por ngriti pyetjen, a do pranoj ai, ashtu siç pranoi ekspertët e FSB-s që përcaktuan se nuk kishte përdorur armë zanore kundër protestuesve. Por sëmundja ka edhe një arsye tjetër, ndoshta më të rëndësishme, e për të shmangur nga një vizitë të pakëndshme të Vladimir Putin për dy arsye. E para, sepse ai mori një paralajmërim serioz nga Brukseli se vajtjen e paradën e Putinin me rastin 80 vjetorit të përfundimit të luftës së dytë botërore mund të ne kuptonte një ndërprerje, ndoshta afatgjatë negociatave të anëtarësimit në BE dhe kështu mbylljen e rubinetit financiar të Brukselit, çka ju tha qartë nga Estonia, mjaft më nëse shkoni tek Putini, harrojeni BE-n.